تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. O ju që keni besuar, ruhuni Allahut, ashtu si I takon madhërisë së tij dhe mos vdisni ndryshe pos si musliman. Fjala me vërtet është fjala e Allahut, udhëzimi më I mirë është udhëzimi I Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, punët më të këqija janë shpikjet në fe, secila shpikje në fe është bidat, secili bidat është devijim dhe secili devijim është në xhehenem. Mëtej, o njerëz, ruhuni Allahut dhe bëni llogari vetes çfarë vepruat në këtë muaj të bekuar. Ky musafir I nderuar së shpejti do të largohet dhe do të ikë, e më pas do të jetë dëshmitar për ju ose kundër jush për veprat që I keni deponuar në të. Prandaj, nxitoni në këto ditë që kanë mbetur me pendim, istighfar, shtim të fjalëve dhe veprave të mira dhe me përulje në lutje ndaj Allahut të Madhërisht, Mëshirplotit, me shpresë se kjo do ta korrigjoj dhe do ta përmbush mangësinë dhe pakujdesin që e kemi pasur më herët. Ditët e këtij muaji ishin të mbushura me agjerim, përmendje të Allahut dhe lexim të Kuranit, kurse netët ishin të ndriçuara me namaz dhe lutje. Kjo ishte gjendja e të devotshmëve në Ramazan, ashtu siç duhet të jetë dhe siç duhet të bëhet. Këto ditë të shtrenjta kaluan dhe këto netë të çmuara u harxhuan, sikur të ishin disa orë të ditës. Prandaj, e lutim Allahun që të na kompenzojë atë që ka kaluar me bereqet dhe sukses në atë që ka mbetur, si dhe të na e përfundoj këtë muaj me mëshirë, falje, lirim prej zjarrit dhe fitim të xhenetit. E lutim Allahun gjithashtu që të na mundsoj të arrijm Ramazanin edhe shumë herë dhe vite të shumta, duke qenë në gjendjen më të mirë dhe në dhuntitë e fesë, dunjas, qetësisë, sigurisë dhe rahatisë. Allahu është bujar dhe dhurues. O robërt Allahut, Allahu I lartësuar na ka bërë të ligjshme në fund të Ramazanit adhurime madhështore, me të cilat na shtohet imani, plotësohet adhurimi dhe përmbushet dhuntia e Zotit ton. Na e ka bërë të ligjshëm zakatin e fitrit, tekbiret dhe namazin e bajramit. Zakatin e fitrit e ka caktuar I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam 1 sa me ushqim për secilin antar të familjes. Transmeton Imam Buhariu në Sahihun e tij nga Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma se ka thënë: na e ka bërë obligim I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam zakatin e fitrit 1 sa hurma ose 1 sa elb për robin, të lirin, mashkullin, femrën, të voglin ose të madhin. Ka urdhëruar të jepet para se të dalin njerëzit për namazin e bajramit. Në Sahihun e Buhariut gjithashtu transmetohet nga Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu se ka thënë: në kohën e të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam e nxirrnim zakatin e fitrit në ditën e bajramit 1 sa ushqim. Ushqimi ynë atëherë ishin elbi, rushi I thatë, qumshti I pluhur dhe hurmat. Ibn Abbasi radhiyallahu anhuma ka thënë: I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam na e ka obliguar zakatin e fitrit si pastrim për agjëruesin nga fjalët e kotave të pahishme dhe ushqim për të varfrit. Kush e jep para namazit të bajramit, ajo është zakat I pranuar, e kush e jep pas namazit, ajo është vetëm një sadaka prej sadakave. Vëllezër besimtar, jepini zakatin e fitrit me përkushtim të pastër dhe të sinqert për Allahun e lartësuar, duke e zbatuar urdhrin e të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam, sepse ata e ka bërë obligim I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam për të gjithë muslimanët, të vegjëlit e të mëdhenjt, madje edhe për foshnjën në djep. Kurse për foshnjën në barkun e nënës nuk është obligim të jepet, por është mirë dhe e preferuar. Nëse lind foshnja para perëndimit të diellit, të ditës së fundit të Ramazanit, domethënë para natës së bajramit, atëherë është obligim të jepet edhe për të. Jepni 1 sa ushqim, si për shembull miell, grur, hurma, oriz, fasule ose të ngjashme që janë ushqime kryesore të njerëzve. Jepini këto me zemër të kënaqshme dhe zgjidhni ushqimet më të mira dhe më të dobishme për të varfrit. Janë vetëm disa kilogram ushqim një herë në vit që ju ka obliguar Allahu. Mos u bëni përtac dhe mos u bëni koprac për këtë ndaj vetes suaj, kur keni mundësi, nga se në fundit dobia e veprës I kthehet vetëm vepruesit. Jepeni siç ju ka urdhëruar Allahu dhe siç ju ka udhëzuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ushqim dhe mos jepni para ose diçka tjetër, sepse ashtu nuk pranohet.
Edhe sikur t'jap njeriu 1000 euro për person, nuk pranohet sepse e ka bërë në kundërshtim me rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kurse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Men amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa radd." Kush bën një vepër që nuk është sipas urdhrit ton, ai është i refuzuar. Transmeton Muslimi. Ky ushqim u jepet vetëm të varfërve. Nëse dikush nga të afërmit është i varfër, atëherë ai është edhe më parsor. Më shumë veta lejohet t'i japin një të varfri, si dhe një njeri mund t'i shpërndaj sadakat e fitrit në më shumë të varfër. Koha më e mirë për t'a dhënë zekatin e fitrit është dita e Bajramit para namazit Bajramit. Nëse ka mundësi, njeriu t'a bëj këta. Lejohet t'i jepet një ditë ose 2 ditë para Bajramit, por nuk lejohet t'i jepet më herët se kaq, si dhe nuk lejohet të vonohet deri pas namazit të Bajramit, përveç se me arsye. Më e mira është që secili ta jap zekatin e fitrit në vendin në të cilin ndodhet në momentin kur bëhet obligim zekatul fitr, pa marrë parasysh a është në vendin në të cilin jeton ose diku tjetër. Një adhurim tjetër me të cilin duhet ta përfundojmë këtë muaj të bekuar është fillimi i tekbirave kur të plotësohen ditët e Ramazanit. Allahu i lartësuar ka thënë: "Walitukmilul idda walitukabbirullaha ala ma hadakum." "Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Ta plotësoni numrin dhe ta madhroni Allahun që ju ka udhëzuar dhe që të falenderoni. Kur të perëndoj dielli në natën e Bajramit, bëni tekbire deri në namazin e Bajramit. Bëni tekbire në xhami, në shtëpi, në tregje dhe në rrugë. Allahu akbar, la ilaha illa Allah, wallahu akbar walillahi alhamd. Ky është tekbiri i ligjshëm për përfundimin e Ramazanit. Bëni tekbir me zë që ta shfaqni dukshëm madhrimin e Allahut dhe të shfaqni simbolet e fesë islame, përveç grave, të cilat duhet të bëjnë tekbir pa zë. Allahu na mundsoft ta plotësojmë Ramazanin dhe na e pranoft agjerimin, namazin, dhikrin, duat, sadakat dhe të gjitha veprat e mira. Allahu më bekoft mua dhe ju me Kur'an dhe Sunet, na e bëft të dobishëm secilin për kujtim në to, secilin urtësi dhe secilin ajet. I them këto fjalë dhe kërkoj falje tek Allahu për mua dhe për ju, nga secili mëkat dhe gjuna, kërkoni falje atij, sepse ai është falësi mëshiruesi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah, wa ashhadu an la ilaha illa Allahu wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. E gjithë lavdia i takon vetëm Allahut, salavatet dhe selamet qofshin për të dërguarin e Allahut, për familjen dhe shokët e tij, si dhe për ata që e ndjekin udhën e tij. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejtë pos Allahut një dhe i vetëm, i cili nuk ka ortak, dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij. Mëtej ju porosis ju dhe veten time t'i ruhemi Allahut, sepse ruajtja është përgatitja më e mirë për në ditën e ringjalljes. O robërt e Allahut, pas përfundimit të Ramazanit e kemi obligim namazin e Bajramit. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam i ka urdhëruar edhe burrat edhe gratë, madje edhe ato që janë me menstruacione, të dalin në musalla ku marrin pjesë në mirësitë dhe lutjet e muslimanëve, por nuk e falin namazin. Të gjithë muslimanët duhet të dalin për namaz të Bajramit, gra, burra, të vegjël e të mëdhenj, për të adhuruar Allahun, për të zbatuar urdhrin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe me shpresë për të arritur mirësitë dhe lutjet e muslimanëve. Burrat duhet të dalin të pastruar, të parfumuar dhe të veshur me rrobat më të bukura, përveç se nuk lejohet veshja me ndafshit dhe arit, sepse ato janë haram për burrat. Kurse gratë duhet të dalin të mbuluara dhe modeste, pa parfume dhe pa shfaqje të stolive. Është sunet që njeriu para se të dalë për namazin e Bajramit, të hajë disa hurma me numër tek, 3, 5 ose më shumë. Enes ibn Malik radhiyallahu anhu thot, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk dilte ditën e Bajramit pa ngrënë disa hurma dhe hante tek. Kurse Allahu i lartësuar ka thënë: "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarju Allaha wal yawmal akhir wa dhakara Allaha kathira." Ju në të dërguarin e Allahut e keni shembullin më të bukur
për atë që shpreson Allahun dhe ditën e gjykimit dhe që e përmend Allahun shumë. Kurse marrja e hurmave në xhami për të ngrënë pas namazit sabahut nuk është sunet dhe secili bidat është devijim. O robërt e Allahut, dërgoni salavate dhe selame të shumta për mëshirën e dhuruar dhe dhuntinë e afruar për të dërguarin e Allahut, pejgamberin dhe të dashurin ton, Muhammedin, sepse kështu ju ka urdhëruar Allahu dhe ka thënë: Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Me të vërtetë Allahu jep salavat dhe melajket luten me salavat për pejgamberin, o ju që keni besuar, dërgoni për të salavat dhe jepni shumë selam. Dhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: Men salla alayya salatan sallallahu alaihi biha 10, kush më dërgon mua një salavat, Allahu atij jep salavat 10 herë. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahim, innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kama barakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahim, innaka Hamidum Majid, وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم انصر من نصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك المؤمنين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله وأوله وآخره وسره وعلنه. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. إن الله يعلم ما تفعلون. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.